Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa fitoi fazën e 2 të konkursit kombëtar të gjuhës shqipe mes 32 shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Lushnjë. Drejtoria e Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Arta Adhamo uroi nxënësit që do ta përfaqësojnë Lushnjën në fazën e 3 të konkursit në nivel kombëtar. Shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa fitoi fazën e 2 të konkursit kombëtar të gjuhës shqipe, që u zhvillua gjatë një jave mes 32 shkollave nëntëvjeçare, publike dhe jo publike të Bashkisë Lushnjë. Juria e përbërë nga mësueset Blerina Hila, Zhaneta Këmbora dhe Erida Skënderi vlerësoi me çmimin fitues shkollën nënshkruesi pavarësisë në Bisefa me 90 pikë nga 100 të mundshme. Vendin e dytë e fitoi shkolla Skënder Libohova, në vendin e tretë u rëndit shkolla Fotopuka, në vendin e katërt shkolla Dituria dhe në vendin e pestë shkolla e Gorres. Konkursi u zhvillua në shkollën nëntëvjeçare Kongresi i Lushnjës. Drejtoria e Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Arta Adhamo e vlerësoi të suksesshëm aktivitetin dhe uroi nxënësit e shkollës fituese që do ta përfaqësojnë Lushnjën në fazën e 3 të konkursit në nivel kombëtar. Sot u finalizua me sukses faza e dytë e konkursit të gjuhës shqipe për shkollat nëntëvjeçare, në të cilin morën pjesë 32 shkolla, 29 prej tyre janë shkolla publike dhe 3 shkolla private. Ky aktivitet është viti i 4 që realizohet radhazi, është nis me Ministrisë së Arsimit dhe fituese u shpall shkolla në Bisefa. Shkollat u paraqitën dënjësisht, kishte larmitet, ishin të gjitha të mirë informuara rreth këtij aktiviteti, duke qenë se është viti i 4 të radhazi që ky aktivitet organizohet dhe kishin material të bollshëm, i cili ishte në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit, duke qenë se koordinatore e këtij aktiviteti ishte specialistja e kurrikulës, e cila i njihte këtë aktivitet pasi kishte disa vite që ishte marrë me të, përkushtimi ishte serioz dhe puna ishte shumë cilësore. Gjej rastin të uroj shumë suksese për shkollën fituese, e cila besoj dhe shpresoj se do të na përfaqësojë dënjësisht në fazën e 3, e cila do të organizohet në Tiranë. Ëndrat e mëdha marrin formë kur punon me përkushtim, u shprehen të emocionuar nxënësit e Nebisefës, të cilët falenderuan mësuesit, prindrit dhe shokët që i kanë mbështetur. Këtë çmim nuk është thjesht një trofe, por një kujtesë se kur punohet me përkushtim, ëndrat e mëdha fillojnë të marrin formë. Falënderimet i shkojnë mësuesve, nxënësve dhe prindërve që na kanë mbështetur, por në veçantë mësueses tonë Elsa Baka, që na ka shtyrë të sunojmë lart, të mos kënaqemi me pak dhe të besojmë se fjala shqipe është një forcë që na rrit. Ne jemi një grup i thjesht nxënësish, por me ëndra të mëdha. Sot marrim një çmim, por nesër duam të marrim përgjegjësinë. Të jemi të denjë për kombëmin dhe veten tonë. Gjithashtu falenderojmë dhe jurin për vlerësimin dhe besimin që na that. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku takoi fermerët në Fier, duke shprehur respekt ndaj atyre që bajnë gjallë ekonominë me një buxhet 5.2 miliard këtë vit për sektorin e bujqësisë. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku në një postim në rrjetet sociale flet për takimin me fermerët e Fierit, ku tregon se skema kombëtare e bujqësisë këtë vit do të jetë 5.2 miliard që do të vendosen në dispozicion të fermerëve. Në postimin në rrjetet sociale, zëvendës kryeministria shkruan edhe për lidhjen që ka me fermerët e Fierit, e cila është më shumë se bashkëpunim, është respekt, besim dhe përgjegjësi ndaj atyre që prodhojnë dhe mbajnë gjallë ekonominë tonë. Këtë vit qeveria shqiptare ka dizenjuar buxhetin më të madh që ka pasur ndonjëherë për bujqësinë, blegtorinë dhe peshkimin. Flitet për 16.3 miliard lek, nga të cilat 5.2 miliard do të vendosen në dispozicion të skemës kombëtare për mbështetjen në bujqësi. Unë për shkak edhe të një zone e cila është hambari i Shqipërisë, që është qarku i Fierit, kam arritur të kuptoj që skemat duhet jenë më efikase, duhet jenë më të goditura për sa i përket nevojave që sot ka fermeri apo edhe blegtori. Sot është dhe takimi i fundit për mbylljes në gjithë qarqet e Shqipërisë dhe ne bashkë me stafin e Ministrisë dhe AZBR-s do të përmbyllim të gjithë kërkesat dhe ankesat të cilat lidhen drejt për drejt me atë çfarë ju keni ngritur me emër mbi emër dhe ne ta vendosim në paketën e re financiare dhe në masat e reja të cilat do të jenë për pak ditë. Një përgjegjësi tjetër që së bashku me Andisin, me Ministrinë e Bujqësisë jemi duke punuar,
është ndërtimi i skemës së sigurimit të produkteve bujqësore. Do të jetë një skemë e cila do të përfshijë shtetin, do të përfshijë fermerin, ku secila palë do të japë një kontribut dhe do të sigurojë produktet tuaja nga përmbytjet, nga thatësira, nga breshëri e kështu me radhë. 4 antarë të një familje shqiptare humbën jetën në Itali nga rrjedhja e gazit, po ashtu edhe 2 oficerë të karabinierëve pësuan helmim, por janë jashtë rrezikut për jetën. Një tragjedi e rëndë ka tronditur zonën e Lukës në Itali, ku 4 antarë të një familjeje shqiptare humbën jetën pas një rrjedhje monoksidi karboni të shkaktuar nga një kaldaj me defekt në shtëpinë e tyre. Familja Kola kishte blerë këtë shtëpi 1 vit e gjysmë më parë dhe ishin zhvendosur aty vetëm 5 muaj më parë, shkruajnë mediat italiane. Viktimat janë identifikuar si Arti Kola, 48 vjeç, baba i familjes, nëna Jonida Kola, 42 vjeç, dhe 2 fëmijët, Hajdar Kola, 22 vjeç dhe Jessica Kola, 15 vjeçe. Arti Kola ishte punëtor në një fabrik, ndërsa Jonida Kola, gruaja e tij, ishte shtëpiake. Djali i tyre Hajdari punonte si elektricist në një kompani lokale dhe Jessica ishte studente. Komuniteti e njihte familjen si të dashur dhe të qetë. Karabinierët nuk arritën t'i shpëtonin dot. Pasi trokitën disa herë në derën e shtëpisë dhe nuk morën përgjigje, ata e hapën me forcë dhe sapo hyn brenda pan 4 trupa të pajetë të shtrirë për tokë. Vëllai krye familjarit humbi ndjenjat për shkak të helmimit me monoksid karboni, por arriti të largojë nga shtëpia përpara se të pësonte të njëjtin fat dhe ngriti alarmin për ndihmën e shpejtë. Ai u dërgua menjëherë në spitalin Cisanello në Pisa në gjendje kritike, por është jashtë rrezikut për jetën. Po ashtu, 2 oficerë të karabinierëve që morën pjesë në shpëtimin e viktimave pësuan helmim të lehtë, por janë jashtë rrezikut për jetën. Odir kërkon reformë zgjedhore. Ambasadori OSBE-s në vendin ton Taran u shpreh se ligji aktual ka probleme dhe nuk është aty ku duhet të jetë. Në një aktivitet të zhvilluar me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ambasadori i OSBE-s në vendin ton Taran tha se ligji për zgjedhjet në Shqipëri nuk është aty ku duhet të jetë, prandaj ai inkurajoi nisjen sa më të shpejtë të punës së Komisionit për reformën zgjedhore. Sipas tij, të gjitha partitë politike bien dakord për nevojën e ndryshimeve, ndërsa Odir nuk përfshihet në debatin politik. Sigurisht që puna kryesore bëhet te komisioneri edhe te parlamenti, dhe rekomandimet e Odirit janë për të përmirësuar, të reformuar ligjin e zgjedhjeve. Edhe këtu mbështesim, edhe këtu bashkëpunojmë dhe sigurisht që enkurajojmë punën e Komisionit ad hoc, Komisionit për reformën e zgjedhjeve, që shpresojmë shpejt do të rifilloj punën e saj, sepse puna e saj është një punë shumë e rëndësishme, sepse ka një problem, ka disa problem të lidhura me ligjin e zgjedhjeve që nuk është akoma sipas nesh duhet të jetë, dhe kjo është një rekomandim që bëhet nga mision të vëzhgimit Odir çdo herë. Dhe kësaj herë unë kam përshtypje që mesazhin e Odirit e kanë dëgjuar. Më duket që partitë politike të ndryshme, dhe sigurisht nuk hym në asnjë mënyrë në debatin politik, këtu jemi absolutisht neutral, nuk është roli ynë. Por flas unë për gjithë partitë politike që janë të përfaqësuara në parlament, dhe kemi përshtypje që të gjithë janë dakord që ky ligj, reforma e ligjit është e nevojshme. Kriza ka përfshirë blegtorinë vendase, ndërsa importet e bulmetit u rritën me 62% ndërmjet viteve 2021-2025. Bilanci tregtar i Shqipërisë për produktet e shportës po dëshmon një varësi gjithnjë më të theksuar nga importet jashtë vendit. Sipas të dhënave të Instat, nga tregtia e jashtme, kategoria produkte bulmetore, vezë dhe mjalti ka psuar një rritje të fortë të vlerës së importit, duke u ngjitur nga 6.8 miliard lek në vitin 2024 në rreth 7.7 miliard lek në vitin 2025. Ky zgjerim prej rreth 14% brenda një viti kalendarik dhe 62% që nga viti 2021 po tregon se prodhimi vendas po humbet terren me shpejtësi përballë produkteve që vijnë kryesisht nga vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian.
Kjo rritje e importeve vjen si pasojë drejtpërdrejtë e një krize strukturore që ka mbërthyer sektorin e blegtorisë në Shqipëri. Prej vitesh numri i krerëve në blegtori përpuson rënje sistematike, e nxitur nga braktisja e fshatit, plakja e popullsisë rurale dhe mungesa e interesit të rinjve për të trashëguar fermat familjare. Nga ana tjetër, kostoja e prodhimit vendas është shtrenjtuar për shkak të rritjes së çmimeve të inputeve bujqësore dhe bazës ushqimore. Blegtorët shqiptar po i gjejnë veten të pafuqishëm për të konkuruar me prodhuesit e huaj, të cilët mbështeten nga skema subvencionimi dhe teknologji më efikase. Sa kaq tregu po reagon duke u orientuar drejt mbushjes së vakumit të krijuar nga prodhimi vendas përmes importeve, ndërsa konsumi i brendshëm mbetet relativisht i qëndrueshëm dhe kërkesa nga sektori i turizmit po rritet vit pas viti. Mungesa e qumshit dhe nën produkteve të tij made in Albania po plotësohet nga fabrikat e huaja. Forcimi i monedhës vendase e ka bërë importin e djathit, qumshtit apo gjalpit nga vendet e Bashkimit Evropian shumë më të lirë se sa vitet e kaluara. Për një tregtar, sot është më leverdi të sjellë një maune me qumësht nga Italia apo Hungaria, sesa të grumbullojë sasi të vogla qumshti në përfshatrat e Shqipërisë me kosto logjistike të lartë. Leku i fortë po godet rënd prodhuesin vendas që nuk konkuron dot me çmimet e huaja. Kjo situatë krijon një rreth vicioz, sa më shumë rriten importet, aq më shumë ulet presioni mbi institucionet për të mbështetur blegtorinë lokale, duke e lënë këtë të fundit në mëshirë të fatit dhe të zhvlerësuar përballë konkurrencës rajonale. Një sondazh i realizuar në tetor 2025 me rreth 2500 të rinj amerikan të moshës 18-28 vjeç në bashkëpunim me Gallup tregon se të rinjt e përdorin inteligjencën artificiale më shumë për produktivitet sesa për shoqëri apo këshilla personale. Inteligjenca artificiale është bërë shumë e rëndësishme për të rinjt, pasi mund të transformojë shumë aspekte të jetës sonë. Një sondazh i realizuar në tetor 2025 me rreth 2500 të rinj amerikan të moshës 18-28 vjeç në bashkëpunim me Gallup tregon se të rinjt e përdorin inteligjencën artificiale më shumë për produktivitet sesa për shoqëri apo këshilla personale. Rreth 74% e të rinjve kanë përdorur një chatbot me inteligjencë artificiale, të paktën një herë në muajt e fundit. Përdorimet më të shpeshta janë si zëvendësuesi Google 65%, për detyrat e punës 52% dhe për shkrim 46%. Vetëm 1/3, 32% e përdorin për këshilla personale, 23% si mik dhe 10% si partner romantik. Kjo bie ndesh me perceptimin se të rinjt e përdorin inteligjencën artificiale kryesisht për shoqëri apo terapi. Në fakt, të dhënat nga OpenAI dhe Anthropic tregojnë se bisedat për punë janë shumë të shpeshta se sa ato për këshilla personale. Megjithatë, marrëdhënia e brezit Z me inteligjencën artificiale është e mbushur me ambivalencë dhe shqetësim. Tre frikra kryesore dalin në pa. Studimet nga Mead dhe Wharton konfirmojnë se përdorimi i inteligjencës artificiale ul përpjekjen mendore dhe thellësinë të menduarit, megjithse rrit shpejtësinë. Nga ana tjetër, ka dhe arsye për optimizëm. Disa të rinj raportojnë se inteligjenca artificiale e bën punën më të lehtë. Ajo mund të përmirësojë aftësitë nëse përdoret si model mësimor. Autorët japin 4 rekomandime për punëdhënësit. Inteligjenca artificiale nuk është thjesht mjet teknologjik, por një faktor që do të formësojë mënyrën si brezi i ri punon, mëson dhe mendon. Brezi Z e sheh si të dobishme, por njëkohësisht si rrezik për zhvillimin intelektual dhe social. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.